ata e falenderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën, dhe ata që Allahu e drejton, askush nuk mund të devijojë. Ndërsa ata që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humje, askush s'e ndihmon përveç Allahut. Të gjithë dëshmojmë se Allahu është i vetëm i pashok në krijim, në sundim, në adhurim dhe në gjithçka nuk ka të ngjashëm me krijesat e tij. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na çoi me Kur'an, dalluesi të vërtetës nga extremra deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju dashur besimtar edhe besimtare. Ajetin e Kur'anit që e zgjodhëm për ditën e sotshme për këtë xhuma paralajmëron diçka të mirë, pa edhe diçka shumë të keqe. Allahu xhelle xhelalu në pjesën e parë të këtij ajeti na thret dhe thotë të gjithë ata të cilët më thirrin ju përgjigjem lutjes tyre, hallet tyre. Çfarë do nga brengat dhe nga hallet e kësaj bote që i ka robi, Allahu xhelle xhelalu thotë estajib dua. Unë lutjes atij thot i përgjigjem. Thirrjes atij i përgjigjem. Edhe asnjëri nuk do të mendoj se ka dikush tjetër që mund t'i përgjigjet më mirë, më në kohë, më shpejt se sa Allahu xhelle xhelalu. Dhe pjesa tjetër e ajetit, Allahu xhelle xhelalu thot: dhe ata që nga menjemasia i shmangën adhurimit tim, xhehenemi do të jetë i përhershëm për ata. Yestekbiruna, do të thonë nga menjemasia e tyre, apo kur ata i ka pushtuar menjemasia. Menjemasia gjithë e kuptoni, do të thotë që njeriu del nga vetvetja. Nga njeri normal, i thjesht, i qetë, besimtar, dhe del. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai i cili vdes pa asnjë gram menjemasi dhe pa borxhe hyn në xhenet. Pra dhe borxhet janë një kusht i fortë për xhenet. Domethënë vdes pa menjemasi. Është një ndjenjë shumë e rrezikshme. Unë nuk e di cilin ka pushtuar prej nesh apo prej jush apo mu apo ju, po dim shumë prej shokëve tanë apo miqve tanë që i ka pushtuar menjemasia. Kemi pa njerëz me menjemasi, gati me ju largu nga rrugës e me shkel me kama, me makina. Shkaqet që të çojnë të kenë shumë të bashkaka kryesore është largimi nga Allahu. Dhe më thanë, në menjen tënde është besimi tek Allahu. Besimi tek Zoti, shejtani nuk vjen këti. Nuk mund të qëndroj atë në trut tatë, apo menjet tate, apo në kokë tate, nëse ti nuk ja liron shtegun. Pra je me Allahun xhelle xhelaluhu, edhe me të vërtet, Allahu të mbron. Pra te e thirr Allahun xhelle xhelaluhu. Por, ata të cilët thot i shmangën adhurimin, a e dini ju se shumica e njerëzit nuk e adhurojnë Zotin për shkak të menjemasis? A e dini ju se shumica e njerëzit për shkak se Allahu i ka dhënë pushtet, e kanë për ulje tulen bashkë me ju këtu në sejdë? Kush jam unë? A e dini se si mrejnë njerëzit me dorë në zemër? Njerëzit gjithë kanë hallë për mu. Jam rrit të shi kryetar bashkije, i pasur, me pushtet, ministër, deputet, mbret, pushtetar, menjemasia. Ja, shkoj unë në xhami, të merë. Allahu xhelle xhelalu e di pra, nga menjemasia thot nuk më adhurojnë. Ata thot që nga menjemasia i shmangën adhurimit tim. Do të kenë për herë xhehenemin thot.
Vallai këto duken dynjë sikur kanë bërë diçka punë, duke kundërshtu Allahun xhelle xhelaluhu, duke jarë tërë që të binë sesh dhe Zotit xhelle xhelaluhu, krijosit gjithësisë, nga krijesat. Se merrem me njerëz të mëdhenj dhe s'merrem më unë me kështu. Edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kritika e parë që i kanë bërë vëllezër, kjo ka qenë. S'mund vëm me të thënë. Me këto njerëz që merresh ti, Bilali, Hababi, Selmani, sa njerëz që në Mekë nuk llogariteshin për njerëz, ishin hizmeqar, kështu sklever. Me kam shkëçi. Gurin bark këto ja kanë djeg të lkurën e barkut aty Bilalin. Qa edhi, i thonë pejgamber me këta smermine, lej këto, edhe dvem, edhe ne mas te, ata s'kishin për të ardhë dhe me lëm këto. Pra shifeni ku kishte shku aja i njëranse, një loj si sot. Sot edhe ma keq. Si mërket tërë, për shkak pushtetit që ta ka dhonë Allahu, ti pa pushtet ishe, pa pasuri ishe. A thu që ditën këto të shti që këtë falem unë? Që do thonë për mu këta? Për mu pa habitet bota. Me pa tërp dolje i, tha, ja, për mu, ja, që është islami dhe që është, ja. As di që është fara, tha, s'kam të bëj fara, tha, me muslimonin. Muslimani ishte. Vallaj. Shejtani majet kres këtu. I rende këti, ja, tha, as bëhet fjallë, tha. Ka i qik, po flisë, mësën e qiti kërët, ke disa besime tjera, kodjën në ata, po ne e kishtë të ide. Po, e që thot, kujdes. Hadithi janë shumë i rrezikshëm që i përmend këto tre llojet e menje mdhejve. Allahu xhelle xhelaluhu nuk do t'i flasi tre njerëzve në ditën e gjykimit. Jo imagjinoni që mas me të folë Allahu xhelle xhelaluhu, vallahi s'ke ku të përplasësh. As pejgamberet, as njerëzit, as meleket nuk mund të ndërhyjnë. Nëse Allahu ta kthen, domethënë nuk të shikon, të shikon me inat, ke marrë punë. S'mundet me të bëj dobi kush mund. Kush do të bëj dobi? Pa lejen e Zotit? Jo. Një plak i moral. Ja thash në xhumon e shku me pak. Mirë se je hallexhi, je pensionist. Po mërdor, pse bëj moralitet? Nuk e shikon Allahu ditën e gjykimit. Pra, ose ke qenë, ke vazhduar në këtë rrugë të moralitetit gjatë gjithë kohës, e bën shi moral në pleqërit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, më mbrojta nga